Shfaqja e murtajës të kafshët në disa zona të Shqipërisë ka vënë në lëvizje institucionet përgjegjëse në qarkun e Lezhës. Autoriteti veterinarisë në bashkëpunim me policinë e shtetit ka ngritur pika kontrolli në akset kryesore rrugore si masa parandaluese për mospërhapjen e sëmundjes. Në të njëjtën kohë po kalohen në sit të gjitha fermat në zonën e Zadrimës, ndërsa u kërkohet fermerëve që të mos lëvizin me bagëti edhe të shmangin pazarin e Milotit. Në kuadër të situatës krijuar nga shfaqja e sëmundjes PPR-s, strukturat tona veterinare të qarkut Lezhë janë mobilizuar dhe po marrin masa shtesë në zbatim të urdhrave për parandalimin e shfaqjes së sëmundjes në qarkun tonë, nga që qarku jon është. Aktualisht sot po bëjmë monitorimin dhe kontrollet nëpër akse, nëpër ferma dhe sidomos në zona të risk, siç është zona veriore e zonës e njësisë administrative të Lezhës, në pjesën e Daq Zadrimës, aty ku vatra në Shkodër është për të rujt mos depërtimin dhe për hapjen e sëmundjes. Duhet na mirë kuptojmë fermerët, sepse normalisht dihet që është një situatë jo e mirë për ekonominë dhe për të ardhurat e tyre, por ne këto masa i marrim në të mirë të shtetit të kafshëve, në të mirë të ekonomisë tyre dhe në mos përhapjen e sëmundjes në qarkun tonë. Dhe në kuadër të rujtjes së pastërtisë zonës nga kjo sëmundje, ne marrim dhe çojmë dhe masat, marrim dhe çojmë mostra në ISOF. Që kemi përgatitur, do të thënë një masë shumë të madhe për shkakun duke marrë mostra gjaku dhe duke i dërguar në ISOF. Ju bëj thirrje fermerëve që mos të bëjnë lëvizje të paautorizuar të kafshëve dhe për çdo shfaqje të sëmundjes, do të thënë të raportojnë ke shërbimi veterinar. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, me qenë se vendrumbullimi i Milotit është një grop, një burim në infeksionesh dhe përhapjes sëmundjeve, ju bëj thirrje fermerëve që të shpangin lëvizjet në këtë treg, në këtë pazar dhe të mos rifreskojnë tufat, fermat e tyre me individëri kafshësh, sepse bëhen burim infeksioni. Në qarkun e Lezhës janë kryer analizat e baktive për disa raste të ndryshme, por fatmirësisht nuk kanë rezultuar të prekur nga sëmundjet e murtajës. Ndërkohë, vigjilenca vijon të jetë maksimale për parandalimin e përhapjes së sëmundjes.